Situata e motit përgjatë kësaj fundjave në vendin tonë parashikohet që të mos jetë e mirë veçanërisht në zonat bregdetare. Shkojmë në këtë momente në Durrës, do të jemi në komunikim të drejtë për drejtë me gazetaren tonë Enkeleda Rapi atje. Enkeleda, të përshëndes, pikë së pari ka urdhër për pezullim të lundrimit. Të përshëndesiva, në fakt referuar kushteve atmosferike të cilat përgjatë ditës së sotme pritet të përkeqësohen nga ana e kapitenarisë, por edhe drejtorisë zyrtare janë njoftuar të gjithë mjetet vendruese, kryesisht ata të vogla të mos dalin në det të hapur pasi mund të rrezikojnë për shkak se forca e detit duke nisur nga mesdita e sotme deri në datë 11, pritet të shkojë deri në 8 ballë me një lartësi dallgë deri në 4 metra, duke vështirësuar së tepër lundrimin e tyre, por nga ana tjetër edhe duke rrezikuar. Përgjatë ditës së sotme, në fakt tragetet e linjave Durrës-Bari dhe Ana-Sjelltas, por edhe Vlorë-Brindësi pritet të nisen në orarin e përcaktuar, ndërsa përgjatë së dielës është njoftuar nga ana e kapitenarisë që asnjë anije e cila lundron në ura ndërkombëtare në këtë rast tragetet e linjës Durrës-Bari dhe Ana-Sjelltas apo edhe Vlorë-Brindësi dhe Ana-Sjelltas nuk do të lejohen të dalin në det për shkak se kanë të pamundur të lundrojnë në këto kushte. E vetmja linjë në fakt që nuk do të preket nga kushtet atmosferike mbretet linja e Ankonës, e cila do të vijojë normalisht lundrimin e saj qoftë përgjatë ditës së sotme, ashtu sikurse edhe përgjatë së dielës. Kushtet pritet të përmirësohen paktën sipas njoftimit të kapitenarisë me datë 11 rreth orës 22 të mbrëmjes, gjë që pritet të fillojë dhe aktiviteti për sa i përket punës në portin e Durrësit apo edhe mjetet lundruese që pritet të dalin në det, ndërsa përgjatë ditës së sotme gjithashtu është pezulluar edhe lundrimi i anijeve të peshkimit, të cilët i është ndaluar dhënia e lejes për sa i përket zhvillimit të aktivitetit të tyre në det të hapur. Enkeleda, sa i përket udhëzimeve për ditën e sotme, të paktën me aq sa mund parashikojmë, pritet që të jetë e njëjta situatë sa i përket lundrimit edhe për nesër, apo natyrisht që do të jetë në varësi edhe të kushteve atmosferike? Në fakt përgjatë ditës së nesër, kushtet atmosferike pritet të përkeqësohen akoma më shumë referuar edhe ditës së sotme, për vetë faktin se gjithë linja ndërkombëtare do të pezullojnë lundrimin e tyre, përfshirë tragetet apo edhe mjetet e tonazhit të lartë për sa i përket anijeve tregtare, ndërsa përgjatë ditës së sotme më tepër është prekur sektori i peshkimit, por edhe anijet e vogla lundruese, të cilët nuk do të lejohen të dalin në det deri në orën 22 të datës 11 mars. Megjithatë, referuar kushteve atmosferike, kapitenaria ka njoftuar që gjithë situata do të jetë në varësi të detit dhe forcës së tij për sa i përket procesit të lundrimit të mjeteve në det të hapur. Megjithatë, përgjatë ditës së nesërme asnjë mjet nuk do të lejohet të dalin në det të hapur. Qartë, Enkeleda, të falenderoj për raportimin tënd nga Durrës.